Fshati Lin në Pogradec është shpallur ansambël arkitektonik urban, duke i dhënë një tjetër shtys zhvillimit turistik në këtë zonë. Sipas Amanda Cicit, drejtoreshe trashëgimisë kulturore në qarkun e Korçës, ky status i ri ndërthur trashëgiminë kulturore, natyrore dhe bashkëtesën komunitare. Ansambël arkitektonik urban është statusi ku fshati Lin është statusi më i fundit për fshatin Lin. Një dëshmi e rrallë ku shprehet ndërveprimi i njeriu dhe natyrën më së miri në vlerat më unikale që përfaqëson fshati Lin. Ky status sjell përfitimin për fshatin Lin në pjesën e ruajtjes së trashëgimisë të ndërtuar, promovimin e fshatit Lin si dhe zhvillimin më të qëndrueshëm dhe më të kujdesshëm për të ruajtur vlerat të cilat ai përmban. Froseda Tole, një nga arkeologët që e njeh më së miri këtë fshat, tregon se ky status çon në një hap më tej Linin, duke përfshirë edhe gjetjet arkeologjike. Unë do ta quaj edhe një ansambël arkeologjik, sepse ka një gamë të gjerë gjetjesh, jo vetëm objekte, por edhe site arkeologjike në të gjithë zoneve, duke filluar që nga prehistoria edhe deri në mesjet, ku padyshim ai xhevairi kryesor në këtë pjesë mund të themi që është Bazilika e Linit, e cila është një nga sitet më të veçanta të llojit të vet, jo vetëm në zonën e Shqipërisë Juglindore, por edhe më gjerë. Është një nga monumentet më të mirë mbajtura, padyshim edhe me mozaikët e veta. Statusi ansambël arkitektonik urban ka qenë një nga kërkesat kryesore të UNESCO për palën shqiptare, pas debateve se liçeni i Ohrit rrezikonte të dilte nga zona e mbrojtur, me këtë ndryshim, përmirësimi ligjor për ndërtesat, por edhe ai promovues për sajtet kulturore, pritet të rritë ndjeshëm numrin e turistëve vendas e të huaj në këtë fshat.